Përshëndetje të gjithëve. Nga ato receta të thjeshta dhe të shëndetshme do përgatisim ditën e sotme. Është një tavë e mbushur plot me perime. Ka presh më shumë kjo tavë, ka karota, ka kungull. Sigurisht që nuk do mungojnë dhe përbërësit e tjerë. Do ketë si salsë, vezë dhe kos. Fillojmë nga përgatitja. Këtu kam 3 presha. I presim shumë holl. Pasi preshat nuk do i skuqim më parë, por të gjithë recetën do i përgatisim në të njëjtën kohë dhe do e vendosim në furrë. Shikoni sa të holla janë preshat. I vendosëm preshat në tas, i pushpurisim me duar që të ndahen, të krijohen këto rrathët. Këtu kam një tuftë të mirë me majtanoz, e grim holl majtanozin. Dhe e bashkojmë në tas me preshin. Ndërsa në rende do grim një karotë, është e madhe kjo karota. Dhe më pas do grim një kungullesh. Kungulli lëshon shumë lëngje dhe ndihmon preshin që të zbutet edhe më mirë. Ndaj dhe unë e shtova kungullin. Perimet tashmë janë gati. Largojmë grirësin. Një përzierje të mirë perimeve. Dhe i kemi gati. I bëjmë një pastrim të mirë. Përgatisim salcën. Në një tas do shtojmë 4 vezë. Shtojmë një lugë të çajit me krip. Pak piper të zi. Tre lugë të gjellës me miell misri. Është miell i verdh. Shtojmë vaj ulliri. 3-4 lugë i shtojmë tani, shtojmë edhe 2 lugë më pas. Shtojmë një gotë me kos. E përziej mirë. Dhe salsa është gati. E shtojmë salsën tek perimet. Pastroj mirë me spatull salsën. Do t'i shtojmë një maj të lugës me sodë buke, pasi ka miellin e misrit. Dhe në këtë mënyrë soda e ndihmon që të fryhet tava. I thërmojmë djathë të bardhë. E vendosim në një tavë në të cilën nuk kam vendosur letër furre që të dalin me lehtësi, edhe pak vaj sipër, disa fara susami dhe direkt në furrë për 25-30 minuta në 200 gradë. Gjithmonë pjekja varet nga furra juaj. Në fakt unë e kam lënë 5 minuta më shumë, duhet ta kisha hequr 5 minuta më para, që të merrte atë ngjyrën më të bukur. Vetëm 5 minuta është kaluar ajo pjekja. Megjithatë, brenda është shumë mirë. E vendosim në pjatë dhe e kemi gati për të konsumuar. Jo vetëm që përgatitet shpejt, nuk të lodh fare, por është edhe tepër e shëndetshme. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.